Po si ndikon koha që një fëmijë kalon në kopsht në zhvillimin e tij emocional dhe mendor? Ekipi profesional do me thonë punon shumë në këtë pjesë, sidomos për ata fëmijë që është e nevojshme, po ashtu edhe edukatorët që janë gjatë tërë ditës me fëmijët. Dhe kanë ndikim, do me thonë ndikon shumë, sidomos te fëmijët që veç se përgatiten për klasë të parë. Marrin njohurin normal se përgatiten edhe për në shkollë. Po, duke thënë se përgatiten për në shkollë, çfarë aftësish bazë marrin ato që kur të shkojnë në shkollë, do me thënë të jenë gati? Si në fillim e kisha cekën socializimin, si që ceka dhe më herët, do me thonë socializimin, andaj të ne i mëson faktikisht njoftohen me numrat, njoftohen me në përmjet lojrave të ndryshme edhe zbulohen, do me thonë edhe talent të ndryshme, mirë po edhe diçka nëse me ndonjë fëmijë nuk është diçka në rregull, pa marrë parasysh varet apo të shikimi, apo të ndëgjimi, ose diçka, dhe të gjitha këto nëpërmjet lojës, do me thënën, i zbulojmë. Po, si veproni ju për shembull kur një fëmijë e ka të vështirë të ndërveprojë ose të aktivizohet me fëmijët e tjerë? Bashkëpunim me prindin, do me thënë se cili prind, ose të them fëmijë që regjistrohet në kopshtin tonë, normal që e marrim në bisedim e sipër për të na treguar realisht për fëmijën se a ka nevojë për ndihmë, shtesë, shembull për nga ekipi profesional që e kemi, apo diçka e tillë. Dhe kështu që nuk kemi has deri tash diçka, do me thonë, pasi që marrim masa me njëherë. Po, a ju ka ndodhur që të mirëni ekip shtesë? Jo, deri tash nuk kemi pas nevojë, pasi që edhe do me thonë prej shkollave dhe kopshtet dallohen, pasi që shkollat edhe kanë asistent, se cili fëmijë mundet me pas me nevojat veçanta ka të drejtë për asistent, mirë po për fat keq në kopshtet jo. Ende do me thonë nuk është ai ligj, edhe normal që hasim edhe ne me probleme të tilla, pasi që kemi edhe ne fëmijë me nevojat veçanta. Mirë po, ja dalim disi me edukatorët, normal, në bashkëpunim me prindin, me pedagog, psikolog, do me thonë defektolog çka i kemi, dhe mundohemi, të paktën mundohemi të nxjerrim ndonjë rezultat.